الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا تحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم افتح علينا فتوح العارفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تبارك وتعالى ووجدك يتيما فآوى ألم قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم دوت وقت صدق الجد جمال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في ضيف الجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد جماعة الدرونا أجارنا është për jetimet e tona në dersat e xhamisë, ditën e xhumës kemi të lidhura që disa xhumoja në lidhje me manifestimin e besimtarëve, manifestimin e muslimanëve anë botën në lidhje me ngjarjen historike të papërsëritshme, me ngjarjen historike qiellore, e cila derisa kjo botë nuk do të ripërtrihet dot më herë. Lindja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, zotëria e dashur, lindja e zotërisë së nderuar alayhi salatu wassalam, edhe në rreth ngjarjeve dhe paralajmërimeve dhe paraprekullimeve të atij që folëm në xhumat që kaluan, inshallah sot disa fjalë lidhje me ta, edhe me atë se si ishte ai në fëmijën e tij, edhe një periudhë shumë shkurt do ta ndjekim dersën e sotit për sjelljen e tij, kështu që inshallah me izin Allah xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu derisa ta ndrojmë temën tonë, nga vetëm një temë tjetër do të përjetojmë, do të mësojmë disa gjëra në lidhje me jetën e zotëriut të ndershëm Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në fillimin e jetës tij. Praktikave që u falën në dersët e kaluara. Lindja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mënyra e lindjes atij, në ona që na e mbrojnë kur lindja edhe para se din, edhe gjatë barkës tij në barkën e saj. Pas lindjes edhe fëmia atij ditat e para, thithja e gjiut të 8 gra, prej grave që thithja e përgojnë në shenjë pas të atij, shkumbja atij në marësi, qëllimi për shkak marësi fëmijë, halimja edhe jeta e atij parapërsisht, jo gjithë jeta e atij në shtëpinë e asaj, e sot po fillojmë pra me disa fjalë Muhammedi alayhi salatu wassalam në shtëpinë e Alimës. Sot ishin disa fjalë shumë shkurta në lidhje me çështën se jemi trajtuar nëse jemi qut në lidhje me Muhammedi alayhi salatu wassalam në shtëpinë e Tevës Alimës. Gjallë çka do të thotë ajo? Çka do të thotë? Kthimi i Halimës Rasulullah alayhi salatu wassalam me devën e saj në shtëpinë e Mekkës, ditën e parë kur ajo e merr jetimin gëtir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fshatin e Abuar, edhe atja është borot në ati me 6 vetë
bilindet, baba, vdiq nona t'i vete jetimi, fa awa në poshnjorën e bujeri. Në të kuj kim nga gatën ja Muhammed t'i eduku. Pra, orientalistat evropian, zotrin, që përdorin lapsin, edhe për përzien atje ku e din, edhe ku nuk e din, kanë rastin të ndëgjojnë, se nuk ka që vërtet shumice ative që shkruj laps, se Muhammedin e ka eduku filonit, Muhammedin e ka eduku filonit, a i ka eduku filan frik fisin, fisi ati ka qenë edukuar jo. Allahu dhe le qarë, në Kurani Kerim ka dërgu. Ka thonë, alam një gjithë ke jetimen të awa, në poshnjorën të edukatës qiellore, prej arshu ala, prej qellit shtatë, kanë eduku tije o Muhammed paset lindës edhe në mas lindjes tonë. Pra poshnjorja jote është Allahu dhe le qanu. Ati në poshnjorën për Allahu edukon, në poshnjorën e eduku ti. Fëhau, ووجدك ضالا فهدى. يا محمد ai cili nuk e di se çka po ndodh me te edhe nuk e di se çka po ndodh rreth që jeton ti. Nuk e di. Fahada unë më ardhem e një prej qelë, me zbritje, me zgjedhjen time që ti që prisi i kësaj bote dhe ditën e kiametit, unë ta tregova ti rrugën e drejtë. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا. Isha i varur që s'ishe gjohë. Si e dini, isha i varur që s'posedoj që gjohë në pasurive të saj bote. Fa akna, unë tije ja Muhammed Madhur, ta kam zirë pasurien, ti pasurit mloja, që ndoshta nuk ja dhash kush kujtë të njëherë. Ajo ishte martesa jote me atirën edhe pasuria saj që ta fali me në vetë. Fa akna. Do thotë, se për të qitë një gjonë shesh, do thotë se për të ljek, për të pasu tjerët rrugëtone, po da shë me i parë disa gjona, po da shë me i posedu disa gjona, prej gjonave që po da shë me të dojë, para se njësë një popo me marë pas veti kanët, me parë për shemë në edukator me zirë prej akhilakut të zirë Allahu e vjetë do, atë edukator me pasë. Pra të gjithë njerëzit që kanë dëshirë popull me eduku, gjithë njerëzit që kanë dëshirë tjerë me shkumas, ta kenë kujdes dhe ta dinë më njëherë, se nëse edukatër e kanë jo edukatë Allahu me lezreku, nëse edukatër e kanë jo edukatë me drejtë islamet, në ta dinë më njëherë se politika ative, punësimi ative, arsimi ative, mësimi ative, edukatë ative, psikologja ative, ka dështu me fillim. Ka dështu me fillim. Nuk i njeh popullit, nuk e shkojnë njerëzit mas. Rasulullah s.a.s. për të thirrë këtë popull, këtë gjenerata, për t'i pas në zënësa, deri ditën e kiametit pas ka qenë në kusht që ai tjetë i edukuar në poshnjorën Allahu xhalla xhelaluhu dhe ndeshanu. Një, e dita s'ka po dashë me posedu prej gjonave, po dashë me posedu që ti prej punëve që ti japë do kush, po dashë me qenë i martum me migruet partës e atijqa. Shoqja jote po dashka me qenë e edukuar. Shoqja e cila prej saj do t'i kishe e vlatër, a do t'i të qitë rrugë të eduku. Nëse martosh me një grua prej grave, e cila i shak hesapët e veta para hesapët me grua. Nëse e jo të me dit jetën e vetë para jetës tome, për shembull, para se të folësh ti, folë ajo. Para se të ditës ti pishpije, hina ajo. Para se të pishpin kja, hina ajo. Kur dole kja për kja, gjenda ajo për para. Me shlis, hina ajo për para. Hetijet, ajo ti qka me blej. Hetijet, ajo ti me shu. Ajo ti me përhaj. Ajo ti me bak. Kejt ajo e tim, e ti në nuk e tim po pas ti në gjari nëse kushje, ajo e të kanë shmi, jo ti që shki qenë në Allah e po i të kanë shmi në dhe mënirat e qera, që nuk e qera. Ta me mërejë të shkoti kush mësë. Ata me mërejë të të kush. Ata me mërejë të do t'jeshe respektuar jo. Në ta mirë është një grua për të cilën Rasulullah s.a.s. tha të nuk ka me marë atë dhe arbajnë, gruja mirët për 4 shate. Me 4 shate, si t'i plëcur 4 kushte, vanë me grua të shpia, ka thonë Rasulullah s.a.s. Një nëlliha, voli hasabiha, voli gjemaliha, voli dinja, pasuria, familja, e vdashme, edhe bukuria asaj, edhe dini asaj, farë virati, dini qërë me tjetek, ka thonë me
qera të vjetë me vetë. Me në ate që ka din, të qera të vjetë me vetë. Pse ta i sbrami a i ka të lumë shindur nëse e zgjell ate që ka din? Pse ta i sbrami kështu? Ajo bota, ajo që ka din, është meselja e mshefte pa dukshme të fillim, se ajo fëmijë din me vjetë u ku. Pre ata i kime përpu familje vdershme, a nuk është pasuria kusht që e edukon familje. Nuk është bukuria kusht edukativi familjar. Nuk është faktem një familjes kusht, jo, shumë familjet mloja me autoritet në botë janë ma pru amor. Shumë njerëz me autoritet lartë janë bo 5 kil ma vor. Shumë njerëz me bukuri, ju ka prish bukuria, gratoj, kush i ka ndëgju ato kuku më një filonja, një mot i ka që ka apuse, merë mira akon, qka i shprish, gratë e ka një laftoj, e pamë së ndarësën shumë më i shprish, a prish, është gjo kaluse, është si shëndeti, është si autoriteti. Autoriteti datë një pjesë, autoriteti datë një pjesë, autoriteti e parë, autoriteti datë është ajo pjesë me të cilën ti e i lidhën me ta, shkoni dhe me. Pjesa tjetër e njërën e njës, si të shkoj e po, kur nuk thejë edhe njërë. Njëra pjesë e autoriteti ka që lidhën me tije, ajo shkoni dhe me, që ata autoritet qërë që ka shkeli, Allah më të 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 jabu e drita ka pra, dhe më dora i thejë, qatë që ka ta shkeli zhvetë, qatë që ka ta buri zhvetë, qatë që ka ta mundër zhvetë, me që ta shkeli patrosh dhe të nërosh para votës dhe të rëshkrat më asiri njërë. Për qatë ka tërë, fatë të farë viretit ti, me vere, me din, ketë të gjera të vjetë. Pra, për me dash, dikush, po dash që familje, pak dhe dikur me pas regull. Edhe, qka po dash me pas? Mas këtive, ma vorë pak, po dash me pas edhe pasunita, Allah që le gjere. Tim keme, fukara, keme i varkur, a më mund të asela kërëve që le pat shumë pasuni, se pasunia në këtë din e lurën rolin e vetë, me të cilin nuk zavendësohet me që të sen. Rolin të cilin me që të sen, nuk zavendësohet, nuk e kemi zot në temën këto jemi me një vetë, këtë qëtër të diskutu. Gjëmatë të njëtë, ne jemi të uvojë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe lindjen e tij, para lejtrimit, fillimi i jetës atij zotërie sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam tam në shtëpinë e Halimës. Kanë bërë poetët shumë vargje të vjershave të bukura në lidhje me jetën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam të Halimit. Prej punëve që ndodhen në atë shtëpi, çobanët i thëshin atë vit koraku, atë vit fati, çobanëve çoni dhënë, çoni devat apo çoban e Halimës, se devat e asaj po bin shumë tonë. Edhe devat e asaj, edhe devat e atij ishin njëjtë. Edhe toka kukullotëshin ato ishte e njëjtë. Mirë po me një shtëpi kështë arë bereqeti i kësaj bote, edhe bereqeti i bote qëtër bashkar, devët e asaj kukullotëshin që të sen, edhe bishin qoqë, bishin tonë të shpijat pasër, u deshte me shkollët devët qira ka shkojnë devët e Halimës. Normal. Ka të shkojnë devët e Halimës, që anena kanë me bru tonë në të cilët të tapirë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ka të shkojnë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, anena do të thirët njerëzia, e do të thirët njerëzia me ne, se nuk ishtë një qëllim i deveve për tomlin vetë, a i ishte për tomlin qëllim, po ajo që ka nërën kuptojnë prej strajgjani ashte, devët që një ka të shkojnë ajë, amëria për kjeve ti, njerëzia të cilët, a i ka po zërë në amërirë ti. Të mëndërën ato që i dojnë popullin vetë në i krunesër, mas ti do të shkojnë. Të gjithë, të cilët kanë ndërme, me një kontribu kombit vetë, të cilët të gjithë ato të cilët kanë ndërme me jo pru kombit vetë një shka, nëse nuk janë të me drejtës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e gjithë mundin kohë e ka, s'ka të mujt me afru asgjo, për shkak se prej asgjo nuk afrohet. A që ka nuk ka me bejt, Halimët lasë për të shpitë dhe ati. A i që nuk ka me bejt shpire vetë, a shatë gjatë a i. A i cili nuk ka prejt një shpire vetë, a në një shaj. A i cili nuk ka din, edhe me kush, dini ati tjetë dini islam, a i s'ka shka me ndonë popullit vetë, kur asë njerë. A i s'ka shka me afru popullit vetë. Ketë ajo që ka në shkja 75, edhe i premton dikuj
dikuj me dhon diçka, është tek fantazi të cilën dielli me parë rrezet në mëngjesit e parë. Sukur çka po e shohim se po e ka. E kemi ndërmend se plot njerëzve në këto fjalë thjeshta ju jetë hatri pak. Çka ka ajo? Ja, s'kemi shka me dhonë. Jo, ju s'keni shka me dhonë nëse nuk jeni bibliotekës islame. Ju nuk keni shka me dhonë nëse nuk jeni në zonë sa të reshtave kuranore. S'keni shka me dhonë. Sukur shka s'panë shka me dhonë. E provu prej vitit 1912 deri në vitin 1945 as gjatë të dha. Vitin 1945 në qenë qëtër medrese, as gjatë të dha të vitin 1912. Nuk në dha, qka në dha? Qka morëm të atër? Atë edukar që e mbajtëm prej lesëve gjamiës. Qatë borniqin a japtruën qerët, e mbajtëm prej tjerës gjamiës. Qatë edukatër e boshit e të tuhaset, të thimit e të veqës e të ujit, e sabrit e të luftës e të tarës, e të sadakës, e të ndërtimit, e të rrugës, qeshmës, turës, qka i ndërtum, dhërimës, kejt i ndërtum, të e ndërku hoqën të në thonë se pak të burë nuk banë, se për ndryshe nuk në mësu gjatë të atër. E masi në mësa në pa një mësu pra dhe në për edhon shka mos, me shka e pa në plas, me shka e pa, për shka e të rëguat pra. Me vitin 1990, i thamë lakë të mirë, pra të në Allah e së i pas ka të të punë. Shti, se vapët e atyre punë ku ka shku pra. Për 1990, në dheri sot nuk në ratë gjo. Nuk në ratë gjo. Nuk në ratë gjo parë. Në preptut shumë pas në aprut gjo. Edhe ju që në aprut gjo, nuk i keni fajë. Ju i keni fajë që nuk e ditër se së në aprut gjo. Tu i për këta i keni fajë. S'keni shka me dhonë. Më të bunor i shterur, bunor i thasë, ne i bunor i thasë dhe luj. Bunor i pashterur, burim si i cili ka apër me pije dhe me qanë. Kejt gjenerata, kejt ditë me kiafetit, edhe a i prapë me flot, të gjithë të mkinë, ashtë kuna kurani këtime në suneti, i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe të gjohë me kohë. I kanë premtu edhe i kanë apru, dorja për ndërtu materialit, grupin e jetës njerëzve vetëm ato të cilët kanë qenë me dresës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Si shoqi kuj, shoqi e babakër, a i prejnë muslimanve time, e të nefru e në nëndë ditë, çdo ditë ju afroj ushqimin taze, prej dubokit, prej gripetit, Allah dhe në zelaku, muslimat ishin të knashur. Dirë në vete, të apuje një në ditë, i shërbej u mërë të kaptave me Kurani Kerim, të gjithë njerëzit ishin të knashur, për mos me zgjatë shumë, 1000 vite, e me vite ala pasit i shërbin islamit, po të muslimat edhe jo islamit, por ata sa ishte e knashur. 500 vetë i shërbin, Osmanët shtetëve, dhe muslimanve dhe jo muslimanve, të gjithë kanë qenë knashur. Lej mane për gjithë moneta dhe korpët e tua, të cilët ti i këndon, se e vrasë pashën, e vrasë piloni, e vrasë askerit, ato harroj mone, krejt, ato janë diktati që të kuj, knaqë është ti me këmbët e huja kësa i kuj, knaqë është ti me i dhejtë e huja, ja bangjia kur të lete i kru këmbët dhe ke vrasë sultanin knaqët, ja ato të s'kam problem, unë porin kodër, a i veti për ja kënë kongër, unë porin kodër se e kam shtuket vetin, këtë shka e ka vla, kam në shuajt për ma bitis burë, shtu dushmi ku këtu gjona. Nini e 500 vetë, edhe muslimanët edhe jo muslimanët ka qenë knaqër, ku shka i knaqër për ju? Muskatë në në gjaminë dhe që kujtorë për të tomi ju e ju në gjaminë. Inshallah si jeni qatë dëmë, në këtë rast, atërë në kuptoni po këtë prapë. Kush ka dëshirë, popullit, kopit vetë, me jafru dhe një arë për kreme dhe po thome dhe po vazhdoj temën, kush ka dëshirë me jafru kopit vetë, edhe dënë me jafru të shka jashtë të Kurani Kerimit, në të dhejse nuk i ka jafru gjohë përmes të një kodën qepe. Nuk e hanë pushim. E si do mos në amënirë, nuk do të hanë edhe për iqë, edhe ma para nuk do të hanë. Allahu gjëlle gjëllahu u gjëlle shanu. Prej fillimit, të rotacionit, të rjedhjeve, të rotës të cila asjerë me Muhammed Mustafa dhe fëminia ati, prej asaj dite kur grati thojnë qëbanve qëni devët, alena ka pëjqën qëbani harimës, qëni devët alena ka pëjqën dhe me
nuk i keni mo. Nuk i keni sikur shka nuk do t'i keni në amërin e apër. Edhe pak vite popullit tonë i duhet, edhe tani momës me pas gjepich. Edhe pak vite, që shto si t'hete, roga që shto si t'selër, si t'i maj men gjithmonë të azil, si t'i maj men gjithmonë të materja, si t'i maj men që shme i pishpije, si t'i maj men gjithmonë që shme jetu pa punë, si t'i maj men të gjithë që shme arë të edhe një dinor, a unë nuk dhe edhe njërë pra dinor, që shme pa shumë pare i që punë, edhe pak e nuk do t'jetë më gjemë, edhe pak kur kush kërkan nuk do t'a ketë kur gjo. Kjo vota njës. Kjo vota njës. Ani se në gjami nuk e spjegoj me emna. Ashe mirë që se spjegoj me emna. Ani se në gjami nuk futemi në detalët e imta për me dorë vesh kisi gjemon. Me shka ka problemi? Jo, bola është vetëm një shenë. Bola është vetëm e da po me gjesën që këtonë sa mirë. Baba kur ta qojë që e levat për dru me kërë. Kur nuk i ka zërë bola rruga mirë. Vesh me një venë ku a keshja van me një. Miro, qire të ujtë e kush në jamerë. Ati në ujtë e kush ka në konë shumë keshë. Në jamerë në biro të filan veni. Vesh qatë venë, si në kalioja e ati mirë, këtë venët inshallah kalon mirë. Pra nuk kanë regull baba me konë, të një vene ka emi të laki pa, një vene ka emi të laki di, një vene ka emi në të baba, një vene ka emi skubis, një vene ka emi patishan, një vene ka emi qalis, një vene ka emi takjon, jo, me një vene këtë. Pra që dhimi jonë, gjëmotit tonë një herë për gjithmonë mja po me një. Se me një vene jemi keqë, unë që apen jemi keqë, nëse që apen e përkërsojmë keqë, rruga e jonë në regull. Atje ku i kemi thani islamit selam alikum që ati i keqë. Pyetja cila në bëhë për ditë. Në ditë fjallë të të shqilë sot. Pyetja cila në bëhë për ditë. Prej besimtarë, prej muslimanë, prej gjëmotë. Pasi që i Kurani Kerimi ka në aqë në regu, edhe e besojtë se në regu. Pasi që rruga e Muhammed Mustafas ka në aqë në regu, edhe e besojtë se në regu se një muslimanë. Pse muslimanët me atën qëku e qërë qëku? Për ditë, në gjdo të kemë e kejtë e pyjtje prezent. Prej 100 pyjtje me shkana por neve, 98 është që kjo të pyjtje të rëzent. Feja jorë manë regull, qërë manë regull. Na jorë regull. Kur gjohë s'ka gjëmotin nëshë. Di fjarët e di fjalijes janë edhe qdo gjohë dhe në sheshin e vetë, qdo gjohë dhe në binorin e vetë.